Benita fillon të sillet krejt ndryshe me Elionën, sikur të ishte kthyer papritur në një vajzë të sjellshme, të qetë dhe të kujdesshme. Ajo i afrohet me buzëqeshje, i flet me tone të buta dhe mundohet të krijojë një atmosferë sa më miqësore, duke e lënë pas dorës konfliktin e ditëve të kaluara. Në shtëpi të gjithë e vërejnë ndryshimin e menjëhershëm, sidomos Eliona, e cila e njeh mirë mënyrën si sillet Benita. Ndërsa bisedojnë në kuzhinë, Benita i thot Elionës se dëshiron të ketë një marrëdhënie të qetë me të, se nuk do më debate dhe se ka reflektuar për sjelljet e veta. Ajo e luan vajzën e mirë në çdo detaj, duke e lavdëruar Elionën, duke i thënë gjëra pozitive dhe duke u treguar shumë e kujdesshme që të mos e ofendojë në asnjë mënyrë, por Eliona, edhe pse e dëgjon, nuk është plotësisht e bindur. Në fytyrën e Benitës vërehet një lloj luhatjeje, sikur ajo po përpiqet të fshehë diçka. Duket sikur sjellja e ëmbël është më shumë një maskë se sa një ndryshim i vërtetë. Banorët e tjerë kanë filluar ta komentojnë këtë situatë, duke thënë se Benita ndoshta po përdor lojën e vajzës së mirë për të pastruar imazhin e saj, sidomos pas debateve të forta që ka pasur në momente të caktuara. Kur mendon se askush nuk e shikon, te Benita shfaqet sërish ajo shpreha e vjetër e ashpër. Por ajo menjëherë rikthehet në versionin e zbutur të vetes kur ndonjë banor i afrohet. Sjellja e saj e dyfish vetëm sa e shton dyshimin se Benita po fshihet pas një fasade dhe se ana e saj e keqe është ende aty, gati të dalë sapo t'i jepet mundësia. Ndërkohë, Eliona qëndron e rezervuar. Ajo i përgjigjet me mirësjellje, por mban distancë emocionale, sikur të mos dëshirojë të mashtrohet nga ky ndryshim i papritur. Është e qartë se mes tyre ka ende shumë gjëra të pasgjidhura dhe Eliona pret që koha të tregojë nëse Benita me të vërtetë është ndryshuar, apo thjesht po bën vajzën e mirë për interes.